Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të shtundat 21 qershor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin rikthim në terrenin e riedukimit për të mitur dhe luftën kundër krimit. Intervist për Telegraf Jani Papandile, pedagog i kriminologjisë. Varfëria ulur këmbkryq, jetesa europiane, rrogat ballkanike, shqiptarët me pagat më të ulta në Europë, por me çmimet 50% më të shtrenjta. Sulmet kibernetike, hakerat iranian marrin të dhëna në Bashkinë e Tiranës, pezullojnë regjistrimet antiterroris Barko në Manës. Kreu i shoqatës Labëria Nderi Kombit, libri për polifornin, një e vërtet historike për vlerat e këngës Labe. Speciale nga Gim Qiraku. Në gazetën Dita mund të lexoni socialistët dhe rinumërimi, shkresa zyrtare që ngre dyshime se kandidatët socialistë nuk kanë hequr dorë nga kërkesa për të ripar votat e tyre pavarësisht deklaratës së Ramës. Arsyet dhe pasojat e një agresioni dhe të një disfate në qershorin e 84 viteve më parë, si dhe pse mbyllja e shkollave rrit barrën financiare të prindërve gjatë muajve të verës. A mund të jetë ndërhyrja ushtarake në Iran rrugë e suksesshme për ndryshimin e regjimit? Analizë më në brëndësi mund të lexoni pse nuk do të ketë luftë të tretë botërore. Keqpërdorja e vitaminës B6 dhe ndikimi nga rubrika e shëndetit. Gazeta Panorama hapet me lajmin vendimi i qeverisë rritje page dhe ndryshime në strukturën e administratës. Në 8 korrik po e miraton raportin për Shqipërinë, PD gati për protesta, PS trajnon deputetët e rinj. Iranianët hakerojnë faqen e bashkisë, fëmijët nuk regjistrohen dot në kopshte. Në masën 100% lista e re me pronarët që përfitojnë. Më prano kështu siç jam, libri doktoresh Liri Berishës me 11 historitë personale. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni shkëmbje rrëfen largimin kush vjen te Tirana, ekskluzive ish trajneri i kryeqytetasve flet për 302 ditët bardheblu. Pengu i madh i sezonit mbetet fakti që nuk kishim stadiumin ku të luanim. Doja të vazhdoja, por le të themi se faktori kohë bëri ndarjen e rrugëve. Broja drejt Ajaksit për Hoxhën bie pista hull. Nelson Viper, Shqipëria një mundësi e mirë. Demat blindohen në sulm, firmosi Juda Emanuel Garcia. Pinari zbërthen Dinamon favorit për turin e tretë. Virsi Liverpool për 150 milion euro, Chelsea gabon, te Reali mbërrin dronët, Alonso kontrollon gjithçka. Me medaljen e sotme do të merrja topin e art. Rumenik pagat po bëhen problem, modeli është PSG. Ciklizmi shpall kampionët e 2025-s, kampionati kombëtar.